Për ty që vuan me ankth, duhet ta shikosh patjetër këtë video sepse do të shpjegoj se çfarë ndodh në trurin tënd, pse ky ankth vazhdon akoma të torturoj jetën tënde. Atëherë imagjino pak sikur truri njerëzor është i ndarë në dy pjesë. Pjesa emocionale, ku qëndron ankthi dhe frika, dhe pjesa logjike. Pjesa emocionale është kjo pjesa e vogël këtu që ne e përkufizojmë si sistemi limbik i trurit dhe në brendësitë të tij ndodhet një pikë e vogël si bërtham e quajtur amigdala. Dhe amigdala, kjo pikë e vogël, është përgjegjëse për ankthin tënd. Ndërsa pjesa logjike, mendimi analitik, është pjesa frontale e trurit, pjesa ballore. Çfarë ndodh tek personat që kanë ankth? Kjo balancë logjik emocion nuk është në pozicionin e duhur. Pra kjo balancë është e humbur dhe pikërisht kjo është ajo që personat që kanë ankth duhet të fillojnë të balancojnë. Pse? Sepse emocionet, pra frika, luan një rol më të rëndësishëm në jetën e tyre sesa logjika. Dhe vetë ata e dinë që nuk do i ndodhi gjë, por aman emocioni dominon dhe ata dëgjojnë mendimin e tyre negativ dhe jo logjikën që thot, ok, dhe po ika nuk do ndodhi gjë. Atëherë, kjo amigdala këtu, që përmenda pak më parë, duhet trajnuar. Çfarë bën ju për të bërë një trup të bukur? Shkoni në palestër 3-4 herë në javë, bëni një dietë për muaj të tërë për të patur një trup dinjitos, apo jo? Në të njëjtën formë, kjo amigdala për të trajnuar kërkon të njëjtën kohë, të njëjtin investim, sepse fati jon i mirë është që ne mund ta modifikojmë atë sepse truri jon për fat është neuroplastik. Dhe duke qenë se një ankth vjen si pasojë e traumave, si pasojë e përjetimeve negative, si pasojë e një stresi kronik prezent në jetën tonë, si pasojë shumë arsyeve të tjera të cilat të bëjmë një listë këtu nuk do mjaftonte. Të gjitha këto përjetime negative janë produkt dhe prodhimi i ankthit që ti vuan sot. Në qoftë se ti mendon dhe thua si ta trajnoj unë këtë amigdala që mos ta vuaj më këtë ankth në këtë lloj forme. Kjo është ajo që ne kemi bërë dhe kemi ndërtuar programin ton mujor, pikërisht që ti të marrësh kohën tënde çdo ditë, disa ditë në javë, që të fillosh të trajnosh amigdalan dhe mendimet e tua negative, të fillojnë të zhduken avash avash derisa ti mos t'i dëgjosh më, por të jetosh ndryshe. Pse? Sepse dihet që ankthi, ata që e vuajnë e dinë, të pengon të jetosh një jetë të lumtur ty, por edhe familjarëve të tu. Ju përshëndes dhe ju pres në program, shihemi në terapit tona live. Mjafton të na shkruani në rrjetet tona sociale ose komentoni këtë program dhe bëuni pjesë. Unë jam doktore Denisa Hoxha, mjeke psikiatre, jetoj në Gjermani dhe me zemër jam munduar të ndërtoj një program ku shumë shqiptarë të cilët vuajnë nga ky çrregullim ta përdorin në mënyrë maksimale që të çlirohen njëherë mirë nga kjo fatkeqësi, mund të themi, që i ka ndodhur. Pra, përjetimi i ankthit dhe për më tepër mund të na ndiqni edhe në YouTube, se kemi shkarkuar disa video hipnoze mjekësore aty ku ju mund t'i dëgjoni dhe të punoni me emocionet tuaja. YouTube-i jonë është psikiatri.albania. U zgjata pak, por meritonte kohën e duhur ky video.